Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Atëherë fillojmë me javën e parë të muajit prill. Atëherë, fillojmë me javën e parë të muajit prill dhe shoh kemi asin e shkopinjve, asin e kupave, fillime të reja shumë të bukura. Ju keni një fillim të ri në dashuri dhe shoh një ofertë, një person po vjen drejt jush dhe këtu kemi të bëjmë nuk thamë me energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe përsëri energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh një person vjen drejt jush dhe ju do keni një fillim të ri dhe keni shumë pasion dhe shumë emocione me këtë person, një njohje e re ose një lidhje e re. Ndërsa në lidhje me dhe shoh që mund të jetë edhe një person që është mund të jetë në distancë të shkurtër ose të gjatë, gjithsesi është lexim i përgjithshëm, ju mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe në lidhje me marrëdhëniet, dhe aty shoh shumë pasion dhe shumë emocione në marrëdhënie, do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, ose në rastin tjetër ju shoh që ju do jeni gjithkohës në lëvizje. Do keni lajme të mira, dhe këto lajme mund t'i keni në lidhje me kontrata të rëndësishme që do lidhni gjatë kësaj jave, sepse ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me punën. Ju dëshironi të realizoni ndoshta lidhjen e një kontrate, një partneritet, një bashkëpunim ose diçka tjetër. Është një javë fantastike për ju dhe shohim javën e dytë. Dhe këto lajme të mira mund të keni lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, shoh oferta pune në lidhje me një pjesë tjetër, oferta ekonomike. Një javë vërtet e bukur. Dhe në javën e dytë kemi energjinë e shenjës së Gafores, kemi karocën, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Është përsëri një energji fantastike. Ju shoh që ju do të jepni drejtim kësaj njohje që do bëni me një person që do t'ju vi gjatë javës së parë. Do keni shumë emocione në lidhje me këtë person, do ndjeni shumë mirë, por ndërkohë ju shoh edhe në udhëtime, mund të bëni edhe një udhëtim me këtë person, ose të shkoni diku, mund të jetë një udhëtim i shkurtër ose i gjatë. Ndërkohë ju shoh që do investoni në këtë njohje që do bëni. Ose në lidhjet edhe në marrëdhëniet tuaja, sepse ju shoh shumë familjar në marrëdhënie për gjithë ata që janë marrëdhëniet në çift, do jeni duke menduar të rrisni të ardhurat tuaja gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë ju shoh që ju do merrni edhe disa para, do merrni një shumë të konsiderueshme, do mendoni për të hequr disa kursime, ose ju do mendoni për të investuar diku. Mund të investoni në një punë, në një biznes, në një projekt, në një bashkëpunim. Ose dhe mund të investoni te fëmijët tuaj, mund të bëni investime në shtëpinë tuaj. Gjithsesi, një pjesë prej jush ju shoh që ju dëshironi të bëni dhe një punë të dytë për të shtuar të ardhurat tuaja gjatë javës së dytë. Në lidhje me dashurinë, se nuk e thash, ju do të jepni drejtim një situate, jeni duke investuar te ky person, por e shoh që ky person do tregohet pak i mbyllur në javën e dytë, edhe pse në javën e parë vjen drejt jush, ka emocione, ka pasion, i jepni drejtim deri në fillim të javës parë, në fund të javës dytë, shoh që ky person tregohet pak i mbyllur, edhe pse ju do investoni te ky person, nga ana emocionale flasim. Ndërsa në situata të tjera ju shoh që do jeni mirë sepse shtoni të ardhurat tuaja, i jepni një drejtim më të mirë, gjithçkaje, mund të keni udhëtime të shkurtra ose të gjata thamë, por ndërkohë do merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash. Dhe shohim në javën e tretë
Nuk mund t'i lexojmë, do lexojmë vetëm këtë që është kthyer. Në javën e tretë, këtu keni të bëni përsëri me energjinë e shenjës së demit, por dhe të zjarit. Keni të bëni me energjinë e shenjës së ujorit dhe energjinë e shenjave të tokës, ose mund të keni ascendenten ose hënën në shenjat që përmendëm. Gjithsesi, ju do lini mbrapa probleme nga e kaluara juaj për t'i dhënë drejtim ose do t'regojni më të kujdesshëm në realizimin e diçkaje. Ju shohni qofse ju dëshironi të realizoni diçka në lidhje me këtë dashuri, edhe pse ky person do t'tregohet pak i mbyllur në fund të javës së dytë. Nuk e di, por dikush sikur ju vrojton nga lart, ose ky person sikur ju vrojton gjatë gjithë kohës, në momentet që ju dëshironi të lini mbrapa situata që të vështira që mund të keni kaluar. Ndërsa në rastin tjetër mund të jetë një person që ju ndjek në rrugtimin tuaj, në punën tuaj, ose në lidhje me çfarë do lloj situate që ju dëshironi të jepni drejtim, dhe ky person është gjatë gjithë kohës, më falni, është gjatë gjithë kohës duke ndjekur gjërat që ju bëni në jetën tuaj. Gjithsesi, nuk ka shumë rëndësi kjo, sepse unë ju shoh të realizuar. Ju harini të realizoni diçka në lidhje me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër mund të realizoni diçka në lidhje me punën tuaj, ose me një investim që dëshironi të bëni. Për pjesën tjetër në lidhje me udhëtime që ju do keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, ju shoh të realizuar në të gjitha gjërat që do bëni në javën e tretë. Por ju është një lloj karme, sepse ju shoh në dilema. Ju nuk dini se çfarë të zgjidhni, ose një pjesë prej jush mund të ndjeni midis dy personave dhe nuk dini se çfarë të bëni, midis dy situatave ose midis dy punëve të ndryshme, sepse shoh në qendër të leximit, ju do dëshironi të bëni ndoshta edhe një punë të dytë për të rritur të ardhurat tuaja. Ju shoh që është një lloj karme në lidhje me këto situata, ose ju dëshironi të vendosni ekuilibra në lidhje me dashurinë, me punën, me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen tuaj, dhe do jetë një moment pak për ju pak i vështirë në vendosjen e një lloji ekuilibri që dëshironi të vendosni. Gjithsesi, shohim në javën e katërt se si do jetë. Gjithsesi, edhe pse mund të ndjeni në dilema, unë ju shoh që ju do t'regoni shumë të kujdesshëm, do lini mbrapa vështirësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shohim javën e katërt. Në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave kemi këtë perandoreshën këtu që ju do bëni fillime zhvillime të mira, ka planet Jupiteri, kemi energjinë e demit, shigjetarit dhe peshores, dhe kemi energjinë e shenjave të tokës. Shoh që do keni një fillim të ri, shumë diskutime në lidhje me një fillim të ri, dhe këtë e shoh në dy letra. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri me këtë person, që është një person që do t'ju krijoj pak, do ndihet pak i mbyllur në javën e dytë. Në javën e tretë mund të ndihet edhe pak në dilema personi, dhe ju do hyni në diskutime në javën e katërt, në fillim të javës së katërt, se si do shkojë kjo histori. Dhe ju do harini të bëni këtë fillim të ri në lidhje me njohjet që do keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në një rast tjetër ka lidhje dhe me dokumentat, por ju mund të keni që do marrin zhvillime të mira, por mund të keni dhe shumë diskutime me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe me karrierën tuaj. Por në mesin e javës ju do harini t'i bëni këto fillime të reja, ku do marrin zhvillime shumë të mira. Por një pjesë tjetër mund të ketë lidhje dhe me një shtatzani. Gjithsesi, ju do harini të krijoni bollëk, prosperitet në mesin e javës të katërt, dhe ju shoh në një pozicion mbretëror. Ju shoh ju mendoni seriozisht, ose ju do jeni më me këmbë në tokë, do t'i mendoni gjërat më seriozisht, me punën tuaj, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por edhe me
me situata të ndryshme, me pjesën e dokumentave, me familjen ose diçka tjetër. Për një pjesë tjetër, mund të jetë dhe një figurë femërore që do t'ju këshilloj. Në momentin që ju do dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë dhe një biznes i ri, një punë e re, një shtatzani, një bashkëpunim, një partneritet. Atëherë një person, një figurë femërore mund t'ju mbështesi në lidhje me këshillat, sepse është një person që ka eksperjenca të gjata pune. Në rastin tjetër, mund t'ju ndihmoj dhe nga ana ekonomike, për gjithë ata që dëshirojnë të hapin një punë, një biznes, një projekt, një bashkëpunim, sepse shoh shumë diskutime këtu. Por e rëndësishme është që java e 4 është fantastike, sepse ju do bëni fillime që do marrin zhvillime të mira, do keni shumë diskutime, ju shoh në një pozicion të favorshëm, por dhe me shumë mbështetje në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, është një muaj fantastik për ju. Shumë pasion, shumë emocione, udhëtime të shkurtra ose të gjata, ju jepni drejtim gjithçkaje, merrni një shumë të konsiderueshme parash, harini të realizoni gjërat që ju dëshironi dhe përsëri ju shoh fati ju ndihmon në fillimet e reja që do bëni në javën e 4, por dhe shoh në një pozicion mbretëror, por ndërkohë ju do ndiheni të sigurt në veten tuaj edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, që edhe kjo është e rëndësishme. Dhe marrim një mesazh nga anglit dhe shohim çfarë ju thonë. Është një muaj fantastik me sa shoh. Dhe kemi mbretin e zjarit, që është dhe energjia juaj. Dhe kjo ju thotë që ju do jeni shumë idealist, do jeni shumë miqësor, do jeni shumë karizmatik gjatë këtij muaji. Dhe thotë diçka thotë do ndodhi ju do keni një kontratë gjatë kësaj periudhe me një person, dhe kjo mund të jetë një kontratë në lidhje me dashurinë, me një njohje që keni. Mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë një kontratë shtëpie, për një pjesë tjetër, për disa të tjerë mund të jetë një kontratë në lidhje me projektet, sepse thotë që erdhi ky moment, thotë. Eja thotë merr një vendim, thotë, dhe bë atë që duhet. Kontrata nga dikush, është kontratë nga dikush me një person që do t'ju vi gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, do jeni në një pozicion të rëndësishëm me qëllime në veten tuaj ju shoh, do jeni idealist, do jeni miqësor, karizmatik, por do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, mund të keni udhëtime të shkurtra dhe të gjata, dhe ju shoh që ëngjëjt do t'ju mbështesin në të gjitha llojet e situatave që ju mund të jeni gjatë këtij muaji. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.